çfarë përfaqëson për papatin e ri një figurë si ajo e Papa Leonit apo e Papës Luan. Nuk është një pap i zi i cili do t'ia zbardh faqen Vatikanit, por megjithatë është një pap metis, apo jo? Mirëmbrëma mentor, mirëmbrëma në studio. Zgjedhja Papa Leonit për te dëshirave tona, por gjithsesi është brenda një dëshire tjetër që unë kam shpreh që duhet një Trump i zbutur në krye të kishës. Dhe në fakt shpirti i shenjtë na dha Papa Leonin, një pap me të vërtet me shije qiellore, një pap që na ka hyrë në zemër, edhe të përdori tok fjalës të atyre që janë të dashuruar, mendoj që ka keni dashni me shikim të parë, përkundazi unë korrektoj me shikim të përjetshëm, si garanci e dashnisë dhe lidhjes me papatin. Në fakt, t'jetin shumë mirë kritikat e mia konstruktive që kanë bërë ndaj pontifikatit të Papa Franceskut, pra ndaj mënyrës së tij të patnimit, dhe ne në 24 orë një pap amerikan i panjohur, një person i thjesht ka arrit me bap për veti 1,5 miliard katolik.